shumë herët me pënguti si kërfemen edhe pse dojnë me të pas, edhe kur të shuin që nuk është ndoshta e mundshme me të ndryshu, atë vjen problemi më i madh. E mendoj kur him tani në temë ma fell, kur t'ju thu, unë e kam, do me thoni, kam këto kufit edhe unë e du me jetu privat me ty vetëm, ose për mu nuk është që do të më martu para se me jetu bashk, or whatever. A do të me pyet vajza djalin në një raport, në lidhje për me dal diku, për me shku diku? Jo. A ke pas situata të tilla? Unë mendoj do të me vet mamin e babin kur jetë qike vogël ose djali vogël, ama mendoj prej një moshe as babin e mamin nuk i vetë. I kallzon nëse për shembull ne kemi një lidhje shumë shoqërum edhe shumë fort të afërt, aty edhe besimi do të me konë aty. Nëse s'ka besim, ashtu nuk është. E çka mendon për xhelozin? Xhelozin si koncept, si përkufizim? Po, xhelozia më është një mungesë në realitet që ndoshta mund ta kesh përjetu ose çka ke dëgju nga shoqëria. Deri ku ka plot vajza për shembull që mendojnë se xhelozia përkthehet në dashuri, edhe nëse është partneri ai që xhelozon shumë, i bie që po të doj ka shumë. Çfarë mendon ti? Mendoj që është mungesë e vetbesimit. Edhe mendoj që nëse dikush është prej xhelozin edhe shumë të madhe, është që të hub kontroll, atë pa që të hub kontrollin edhe don ty me të majt. Edhe jam kanë të herë që shto na ka rrit mami babi, jena më të mirat, jena më të bukrat, nëse si don dikush le të shkon, abden për mua kanë koncepti e një lidhjes më i forti me mendu që jena vullnetarisht bashk, e jo që ti po më shtin me kanë me ty ose unë abden ose aty u kanë për mua më e rëndësishmja del, hajde, unë dal, vi, amona, apet si apet, jemi të zgjidh njëri tjetrin. Deri ku e pranon xhelozin, ose çka pranon erza si akt xhelozie që ta arsyetoj, i thua partnerit ta zëm? Vështirë, duket me pas situatën. Ta inskenojmë një situatë, je me të në një lokal edhe afrohet me të përshëndet një djalë tjetër që ti e ke shok prej vitesh, por ai nuk e nje. Edhe me njerë pas përshëndetjes, ai fillon me pyetje ndaj teje, kush është ky, pse i folë një mashkulli tjetër në prezencën time. Për shembull, më erdhi në mendje kjo e para. Po, për mua aty nuk është në rregull. Nuk është në rregull, nuk është pjesë që është në rregull. Unë në lidhjen time nuk ekziston kjo. Për që ta e kom zgjedh lidhjen ku nuk kam nevojë me diskutu për këto sene. Edhe mendoj që, më falni, ama kemi probleme tjera në jetë edhe në botë, se sa për ku i fole, ku si fole, kush të pao. Do me thonë, rretu një herë bënë mashkull për me pas një femën si që e pas kësë zgjedh, e tani. Po më thua që ti ke zgjedh një lidhje që je stabile dhe je rehat. Cilat janë 3 prej këtyre cilësimeve që ty të kanë bo me undi shumë rehat për një lidhje të shëndosh me partnerin tënd? O shumë komunikime, e dyta mendoj që është mundi sigurt, do me thonë edhe mundi e kuptushme, që mund është që ka me thonë edhe pika është që njëri ai po mundohet me të kuptu. Edhe për mu kanë shumë rëndësishme me gjetë një djallë që, ose një mashkull, që full për emocione, që full për që ka me ndonë, që më ka, do me thonë, shoqet në gosht. është i hapur me diskutu krejt temat me ty. Miq të jetës, udhëtar të jetës. Okej. Ke qenë shumë e vogël kur pra keni pas lëvizje me familjen, jeni kthyer edhe në Kosovë pas një periudhe atje, se një vajzë e rritur në Gjermani. Ç'është kanë qenë këto rrethana për familjen e juaj? Çka ju ktheu aso kohë, çka ju mori prapë prej Kosovës? Në Kosovë kom pas një periudhë edhe si fëmijë më të mirën që muj me mendu. Do me thonë jena rrit një shtetë, sidomos atëherë Kosova, që nuk është shumë luks, shumë i pasur edhe mendoj që kanë shumë e rëndësishme për neve, do me thonë me jetu një jetë me senet vogla, me pak sene edhe me pas apet si apet senet mdoja. Me shumë dhe me thonë një brenda, për të kuptoj. Po, edhe mundi e gëzushme me shumë pak, do me thonë mundi e mirë me shumë pak, edhe veç s'kena pas probleme, s'kena pas sakrifisa. A gjenë sot njëjtën ndjenjë në Kosovë kur vjen pas kaq vitesh?
Po, sidomos kur të vjen edhe për Gjermani, kur të shënda në Gjermanin, sa strikt janë me orar, asë 1 milimetër s'doj me lëviz prej planit, prej ligjet. Po që ashtu duhet me qenë? Po, mendoj një midis... Se neve u qmendu me këtë punë në orareve. Mua alen ta kem njëri në orën 11, unë jam në orën 11, a im thot atë vinë 12. Po. Nuk ka. Po, e vërtet. Unë mendoj një midis i shkon mirë. Kosovë janë shumë chill, e në Gjermani janë shumë strikt, mendoj një midis i shkon shumë mirë. Mesi i artë, vështirë me u gjetë. Ma përmende ma herët futbolin, edhe në fakt shumë prej edhe shikuzve që përna shohin, kam pas mundësi me pas atë reagimin. Pas ka lujt futbol, që e ke përjetu edhe ti